Selamu alaikum të dashur miq. Mirë se takohemi me emision Rruga e Ndriçuar, ku jemi me hoxhin profesor doktor Shefqet Krasniqi. Të dashur miq, emision Rruga e Ndriçuar mund ta ndiqni përveç pranë ekranit të RTI-s, ashtu edhe në portalet personale të hoxhës, si janë Facebooku dhe YouTube-ja të profesor doktor Shefqet Krasniqit. Por mos harroni edhe të na shkruani, të na kontaktoni, numrat kontaktues 046 22 00 22. Hoxhë ndëruam, selam aleikum dhe mirë se erdhët. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se u gjej. Hoxhë ndëruam, me lejo që para se të pranojmë telefonatën, të lexoj një prej pyetjeve të cilat na kanë arrit. Selam aleikum hoxh, po i drejtohet juve. Jam në Gyrbet, por nuk po arri mu ambientu dhe po përjetoj mërzi të madhe. Shpesh nuk po kam mundësi me fal namazin e xhami për shkak të punës. Prindrit i kam në Kosovë dhe kam vendos me u kthy atje. Edhe një vëlla që e kam është jashtë dhe prindna kanë me vet. Mirë, bashortja ime ka lindur këtu në Gyrbet dhe nuk ka dëshirë me ardhur në Kosovë. Si duhet me vepru nëse ajo vendos me ardh ose mos me ardh dhe çka me bën në këtë rast, kërkoj një këshill prej hoxhe. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderojmë Allahun e madhruar, salavat dhe selam pejgamberit e bekuar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, familjes së tij shumë të nderuar dhe shokëve të tij shumë të respektuar dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimanëve të cilët rrugën e atij burri të madh kanë ndjekur dhe kanë trasuar deri sot. Kësaj dite dhe ata të cilët vijnë pas nesh deri në kiamet. Pastaj pyetja e vllaut se duket apo atë sa kuptuam ne është ai dëshiron pasi që veç ka shkuar në perëndim, dëshiron të kthehet nga atje në vetlindje për arsye të tij personale, cilat do të qofshin ato, qofshin fetare, familjare, sociale, psiqike, nuk e ndjen veten rahat në vend ku njeriu s'mund ambientohet, e në kallabllak arsye, e sigurisht se më fort është ajo fetare. Por ja që është i martuar me një grua e cila ka lindur atje dhe ajo preton me ardh. Tash halli dhe derë të kësaj pune si i bëhet. Në parim, përgjigja është si vjen, në parim. Gruaja do të nështrohet burrit dhe të shkoj pas burrit kudo në dynja që shkon burri me banu. Gruaja shariatikisht, fetarisht, duhet të nënshtrohet, duhet të pasoj burrin, këtë rast të banoj, të kaloj, të me jetu, kudo që burri shkon me jetu në cilën do vend botës qoftë. Kjo është parim, rregull. Përpas. Nëse ka ndonjë dëm të madh, qartë, dëm që mirët parasysh për gruan. Qoftë dëm fetar, qoftë ndonjë dëm psiqik, e zakonisht të damet janë të evituara, sepse në kërkosh nuk e qenë gruan në vend dikon ku torturon e maltreton zakonisht. Po meselja është me ardhur Evropë Kosovë, ose Evropë Shqipni, ose Evropë Maqedoni. Po ne përgjithsojmë kudo që shkon burri. Ose ke para, nëse ka ndonjë dëm që zakonisht nuk ka dëm të mirë që i cili mirët parasysh shariatikisht. Ose nëse gruaja nuk ia ka kushtëzuar burrit paraprakisht gjatë vërjes së kurorës, se une zotëni pajtoj me martu me ty, me kusht që të jetosh ti me mua këto në perëndim këtë vend ku kam lindur une. Tjerat pika jemi marrëvesh dhe nuk kam që ka lodhë në më në që diskutoj. Që këtë që është të shie, kam pajtu dhe kam pranu me të marrë. Por, kjo është kushti i fundit dhe për mua shumë i rëndësishëm. Nëse këtë kusht e ka vu gruaja gjatë kurorës dhe burri ka pranuar,
burri duhet ta ndëgjoj gruan. I që nën kupton, gëdaqej këtë kusht, ta plotësoj këtë kusht, ta realizoj. Kjo, duke u bazuar në hadithën e Bukhari dhe Muslimit, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "E haqqu shurut an tuwaffu bihi ma stahlaltum bihi furuja." Të drejt kushtet më primare, më parsore, që duhet me mbajt kushtet që keni dhanë, që keni pajtu me ato kushte, është kushti që ka të bëj me gratë e juaja. Bani kushtet. Hadithi tjetër në Tirmidhi e të tjerë, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "El muslimuna ala shurutihim illa shartan ahalla haraman au harrama halalan." Muslimanët qëndrojnë pranë kushteve të tyre. Që themi ne i rri fjales mas, kjo është kusht. Ne shqiptarët e kemi pak më ndryshe, e kemi pjesë kulturës tonë. E shëfë ka bazën, këtë ka bazë, të ke hadith. Ne kemi pjesë kulturës tonë, të burnisë. Burra, shqiptarë, janë ata të cilët pjesë të dignitetit të tyre, të karakterit të tyre, të edukatës të tyre e kanë. Unë rri fjales për mas. E thash, ose kam thanë, unë rri për mas. Ose kur ta thëmë, i rri fjales për mas. Kjo është e qej kushtin vend. Andaj, nëse kam thanë në gruas, se une po pranej me jetu me ty në përëndim, ku jeti vetëm merrëm, do të me qu fjallën vend. Tamam. E pjesa hadithit illa shartan harrama halalan o halla haraman, përpos nëse ndonjë kusht ka që e bën haramen halal, halalën haram, ato nuk e përmbahna. Ato nuk e kam bërqëmi për më rujt ato kushte. Ndërsa kushtet të cilat janë mrena shariatit, e kam obligim me mbajt. Tani, ta shtu varet, a ka qitë kushte e zoja dhe ka pranuar ajo. Nëse ai nuk ka qitë kushte, apo ka qitë për kësi ka pranu, aje ka gjëna, është nashize, është e rebeluar. Nashize, kuptimi shëretik është e rebeluar. Nëse nuk e nështrohet burrit, me ardhë ku tjetën burr. Dhe se e tila gjëna qare, të bëjë gjëna të madhë. Sepse gruaja ndaj askujt këtë dynja nuk ka hak më shumë se sa ndaj burrit sajna. Andaj do të më ndëgju burrin. Po nëse burri, gruaja ka kërkuar atë kusht, ka qitë atë kusht, dhe burri ka pranuar, por tash kësë më në adaptan, s'më adaptohet, s'mundet më socializue, nuk mundet në atë vend, këti zotin i muft, ose më socializu në atë vend, ose me bindë grund, me thonë për e zetë, zotit, që atë kusht për hi e po këthehum. So në fjallë në këmë dhanë, po kësha lutë, që shtot populli ju në tokë në qilë, që atë kusht për fshina, e hajde shkojmë në Kosovën tonë të dashër se vallaj, ma mirë se këto, kone zejt nuk nojnë, kone bilbylat, ma mirë se në Kosovën tonë nuk nojnë. Nëse lind i njëjti konflikt pastaj me problem shoqja s'muja adaptohet në Kosovë se ka lind jashtë Europë? Po, është kë variant, është i mëndë shumë, mirë po gruaja kur të nështrohet urdhërit kërkesës të burrit, edhe bën për hir të Allahut, për hir të Zotit që ka obligimin të dëgjë burrin, Allahu ka mjaletu krejt. Wallahi ka mjaletu Allahu dhe ka me shpërbly Allahu ka se pret edhe qysh nuk e pret heq. Sikur se rastet tjera të ngjashme, nëse një gru ka pajtu me marrë një burr, por ja që e burr nuk i dul, qysh me ndaj kja. Po nga ana fetare është i mirë, nuk ka haram, nuk ka njeri haram njeri,
po ja që ka do sene që kejtjen vi është out jashtë në raport me gruan. Për shembull, kjo është punëtore ekstrem. Ajo është dhe me Lekalen dhe me la Istanbul, të kalen, ata e leflajt kë. Ta shkërkon së përputhën këto. Por kjo thëtë, për hatër të Zotit, e për hatër që ka ki din, e ka ahlak, është njëri mirë, e kam thmi me ta, kam i najtë, kam e doru, e Zotin pagu. Edhe pagun Allah t'i koshin falë. Për shambull, s'ka rahzim. Po. Hoxha, pranim telefonatën radhës. Pranojmë, bismillah. Kemi telefonat, selamu alaikum. Aleikum selam dhe rahmetullahi bereketuhu, paraqitet Hilmi Hyseni nga Gjermania. Faleminderit që një lajmërojnë, një drejt për drejt, keni pyetje për Hoxhën? Po, gjithsesi, inshallah përgëzoj Hoxhën për të gjitha këto ligjërata, këto fjalë të mira, këto këshilla. Allahi nderoft ja Rabbil Alamin me xhenet. E kam i kam një 2-3 fjalë për librin që kur u takuam me Hoxhën në Kosovë ma ka fal një libër Kandila në udhtim. Dhe kum lexuar në tërësisht, kum lexuar shumë shpejt, elhamdulillah për Allahit, edhe kum mësuar shumë dhe një on ka prek emocionalisht shumë edhe një on modestia e Hoxhës. Ka ona e modestis e lexova aty që kam pak emocione ma bëni Allah, kur e përmendi nonën, tha se kërkon nuk e ka lëshu, tha pa buk. Ma përkujtoj edhe mu nonën time që edhe nona në qatë mënyrë ka vepru që edhe në qovë se s'ka po dishka bile do të rëshit që ka pat e ka qitë mësafirit dhe nuk e ka lëshu pa buk, e shumë me qenova aty. Edhe pjesa tjetër e modestisë të Hoxhës shumë ka prek Allah e shpërndirë ja Rabbil Alamin. Allah e nderoft. Me xhenet e tha këtu në fund pas thënie nuk e ka shkruar profesor doktor Shefqet Krasniqi, po e ka shkruar vllai juaj Shefqeti. Edhe kjo ka pëlqyer, kjo modesti shumë ka prek, shumë ka prek. Tash e kam një pyetje për Hoxhën. Hoxha kom pat një rast parafërsisht sukur Jusufi a.s. Isha në udhtim, do me thonë punë me autobus, jam shofer i autobusit, dhe për një herë na dolën policia përpara dhe më thanë që një shtëpi e ka kaplu zjarri, edhe nuk mundesh me kalue. Atëherë unë e pyeta sa do të me prit këto, ai më tha, po mas pak ti tha me prit do të tha një orë. Thash, ani okay. O edhe drejt me treguni i fika ato rrymat e autobusit pak me qetësu pak se ma stresit pak edhe trupin edhe mendjen, edhe rash pak me pushu kur ka shku shumë hoq një 10 minuta po të roket dikush në derë. Unë e desha thash aty që nuk ka stacion, kush mundet me qenë tash. Edhe hapa derën, erdhe një grua hoq aty edhe ma bën hallat që pe thëm këtë fjonë është si pak si shakapi bjen, pos kur të martohet, ish ndreq edhe ish lyjë dhe ish ndreq, edhe po të roket edhe po thot, tha rruga tha u blokua, po thash rruga u bloku, thash nuk me kalu. Tha, unë kam tha një pyetje, tha që ka mundësi, thash po, unë thash diçka nështë po pyet për autobus ose çka ka ndodhur, aja tha, a ka mundësi, tha, me ardh, tha, derisa lirohet rruga, me ardh, tha, mrena, tha, të une, edhe tha, me pi, tha, një kafe. Unë meta i shtangër, Hoxh, dhe me tregu, edhe më kujtue, ajo, rasti më kujtue i Jusufit a.s. dhe i thash, jo, unë edhe për një me që ashtu nuk i pi kafe, thash, jo, nuk pi, thash, unë kafe, tha, qka pin ti? Thash, po, unë thash, qaj pi? Unë tani vetë be vetë i rash pishman që thash edhe qaj, se thash, aja thash i adhash hapsirën edhe ma shumë, tha unë kam edhe qaj, tha kam, tha hajde, tha mbrana, thash jo, thash unë nuk me bëjmë ma ardhë, se çdo moment vjen policia edhe du të më nisë. Masa na janë nuk sheke pe hoq që thonë populli edhe po më thët mua qërë ku kom zilin këtu po më tregon, në qofë si bjen ti pishman edhe që ki pa uzmat madhe, hajde ti këtu bjeri zilës, unë ty ta qeli derën, edhe elhamdulillah për Allahit, hoq për hirë Zotit, edhe për Allahin Azza wa Jell,
nuk ka shku as mendja i kum mbyll dyert edhe për bashkë për dëshirë teme u liru rruga mas një 10 minutave kalova e deshta me pyet hoxhën çfarë shpërblimi kam te Zoti që kum refuzuar në këtë grua. Allah ndëroft është probleft. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Allah i ruajt edhe ty moderator i nderuar, Allah i shpërbleft. Shumë mirë duke udhëhequr emisionin e Allah dhash dieni të harit ty e hoxhën inshallah xhenetin ku ishi inshallah me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allah ndëroft. Faleminderit shumë. Selam aleikum. Sukesh. Pejtralla që bën dua për mua. E do bëj njerëz, do bëj për ty, për mua, për të tonë Allah i Kam shpërblet. fjalën e emision, Allah ndëroft. Për Allah i Po ndëroft. ndërmë falë që i lam pak hapësirë më shumë që nisim me folë edhe për librin edhe pak ke emocionum, se po ndryshe kërkoj prej teleshikuesve që të jenë pak më të shpejtë në minuta për më dhënë hapësirë dhe tjerëve. Këna ngjall emocionin e për ato nanat e tona. Në faktën nanën tam vazhdoj ta marr shembull. Po nuk e lash nanën tam, në mënyrë që mos jemi të mos bëna pak se me thonë egoist, por tana nanat kanë qenë ashtu tonat. Po ta shumë kom jetu me temen, edhe një më mirë se nanat e tjera. Edhe frymëzohem në shumë për nanës tem, për veprave të saj, sepse ne më frymëzu për nanës para se më frymëzu për teksteve shariatike. Nga se kur më ka eduku më nana, unë s'kam ditë as namaz me falë, se ne mu me kuptu tekstet të Koranit, të hadithit, të ulemave të tjerë. Ato i kom mësu më vonë, pasi më bëbur, pasi kam shku në Arabi atje. Por atje kom gjetë tani, i kom gjetë në teori atë që ma kom mësu nana në praktikë. Dhe këtë tani kërë njëre e ka diçka në praktikë, e pastaj e përjeton edhe në teori, ose mëson teori, tani e praktikon, kjo ngulitet më shumë në mendjen e personit. E këto që në instinktivisht, pa dasht shumë herë më del përpara, nana jam, sjelljet e sajna, apo ndonjë qëndrim, apo ndonjë këshillë e sajna, në këtë rast të puna mësafirëve, dhe pa dashje e përmeni. Për nanën tjetër, kam qef në përmjet kësajna, mja kujtu këty në bijave tona, të sodit, motrave tona, grave tona, që e sënën edhe jo e bija, ju motra, dhe jo sënën e gjenetin. Edhe jo kini qef me kanë gratë më dha. E njeriu mund të bëhet njeri i madh me çdo mundësi që i ka, për te nuk ngarkan Allah për te mundësive. Me qenë një gru bërhërore, e cila lën gjurëm të burri saj. Tash me thanë une, se une njeh njerëz, të cilët gjithmonë për mendimin tim, për nga vlerësimi im, kanë qenë të nivelit jo të lartë. Me momentin që janë martu dhe kanë ndëruar Allahu me gra fisnike, burrore, bujare, turta, largpamse, kanë ndryshuar njerëzit 100%. Dhe në këtë jam i bindën, sikur se që jam i bindën se shta që të shtuj. Sepse kam përjetu. Që nën kuptan se gruja mundet me qenë një faktor këq, jo vetëm për fëmijët e saj, por edhe për burrin e sajna. E pjesë e saj që nana gratë tona mujnë me qenë më botë më dha, inshallah të më dha të Zotit mas pare, edhe në parin e qiellit atje lartë, po edhe në poshtë në tokë, është edhe bojaria, gjimërlluk. Me dhanë njerëzë me hangër. Ani pse sot nuk ka nevoj, ani pse sot nuk vinte ti me hangër, po ti jepi me hangër. Se se va pështi njëjtja dhe kur s'ka nevoj ata. Sikur se agjirusit.
agjirusi, ke fukara, ke i pasun, hadithi është për të gjithë, ai i cili e ushqen një agjirus, qoftë me një gërçamën e të pinë ujë, sepse me të prish agjerimin, ka sevap sa ka agjiruaj, sa sevap ka marrë për agjerim, pa ju paku ati sevapi fare. Hadithi nuk e potencon i fukarave, i të pasurve. Dhënia ushqim njerëzve është më e gjanë, më e madhe, se sa fukarave. Fukarave është e veçantë. Ndërsa dhënia ushqim krejt dynjas është e përgjithshme. Mikut, për dhe hasmet në tarë të shpija. Ati që e dënë, ati që nuk e dënë. Ai që të hanë buken, e lutet për ty, po të kështë të hanë buken, ka mundësi të shanë. No, është jepi me amare. Sepse nuk për jep këti me të livdu, as këti me të shanë, për jep për hirë të Allahut. Që ka thonë Allahin e manot, ima kun një vëgjë hilla. Allah në Koran e ka cikë. Cilësit e burrat më dhejtë, cilë e thonë, ne u jepo me hanguar për hirë të Allahut. La në rridu min kum gjezaen, o la shukura. Nuk duam nga ju, as të na këtheni këtë mirë, pra ke hanguar të anë, lidhe pulën të anë, ti të shëtë popullit, ta shë ke hanguar pulën, dikuj lidhe të anë, jella kur më se lidhe. Kur më se lidhe. Dënë kjemet, të jemjat pas bo mirë, mësë të këmë dhanë pulën të emë për me hanguar të anën, zëti më se dhashtë. Të këmë dhanë pulën të emë dhe bukën të emë për hatër të Allahut, se Allah më ka që mu, e buka është të Zotit, e në mjetit janë të Allahut, sikur se ujqë është e Allahut. Këtë mundin që e bajone, është i kofën bënare, tak në bënar, edhe jepim mësafirit, ose ulltarit, ose qabanit, ose hajvanit, a lëpe, sa orë në pe, jepi dhe ujmi pi. Zotit është, Zotit është. Edhe buka është e Allahut, o ju njerëz. A ka në pikpamje islame, bazë kjo, që thot populli, neve halana man buka e prindve, nanave, babalarve, tonë që ata kanë dhonë, na kemi bereqet. Njëri indirekte po, për të bereqeti po, të bereqet është fjala, se ne në manë Allahu, të barak të ala, po, që është bereqeti tyne, po, bereqeti tyne. Po, se bereqeti i njerëzve për cilet, sigur se do të luqet e punë të mira, për cilet të tjertë, po, që shja. Andaj ne duhet bëjna që mësë që të rujna këto, të edukojna, mas parëve të vetën tonë, pas të edhe gratë tonë, thminë tonë. Bile thminë, se mas mushim gratë, se gratë kanë nuk ngojnë, kërë jasë nga, po thmija bile në ashtat ngojnë, me duku thminë, me dash më safirin, me ndëru më safirin, qa ka quj madhe zëtë të koshin falë. E që është ja funin që të cekë, kjo Allah që përblef të ndëruar, Allah që përblef kjo cilësie besimtarit, që ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Buhariut, që cek Buhariu dhe Muslimi, sabatun yudhilhum Allah fi dhillihi wa la dhilla illa dhillu. Allah i madhruar 7 lloje njerëzish do të vendosë të strehoj në hijen e fronit të tij, atë ditë kur nuk ka hije pas hijes së tij. Dhe ndërta është rajulun da'at imra'atun dhata malin wa mansabin fa qala inni akhafu Allah. Dhe një grua e cila efton një mashkull, e cila ka bukurie, ka kanatika, pra është joshë se gruja është. Por, këthët inni e khafë Allah, unë i tut në Zotit. Unë i tut në Allah, të barë këtë ala. E që me që gjest, që mund të kështoj 5 minuta kohë, por në botën tjetër, atë shumë fiton sa që kur këtë njerëzit, 50.000 vite, sa do të zxatit ditja kjem jetit, njerëzit së shumica absolute, janë në vuajtje të skajshme, në temperaturë ekstreme, në siklet madhë mës pët, vape madhe, ori, etje, o zëtë madhe, frigë, që ka bëhet me neve, tana të mlidhe në insanit, krejt të mlidhe të insanit. Kë në nënhije, pas, pare, si jep, o knaqët. Zgatë të zëtë. Për 5 minuta në këtë dënja, e fita jetje. Amë 5 minuta, por të përqenru si burë.
me qenë parimor. Zban. Harame, haram. Mësë në më hinshu haramin, se lodhesh, hargjohesh, mundohesh, po këtë e ki. Së më nështin më bë haram. Së më nështin muslimani bë haram. Kitë rast për zina, po për çka do qoftë. Haram kamat, haram rëshvet, haram vjedhje, haram vrasje, haram kudjune, haramet runa zët. Po. Allah ndërëft, kemi telefonat në linje. Selamu alaikum. Aleikum selam. E kam një pyetje për hoxhën e nderuar. Po, noni? Deshta me pyet, babim ka thënë me pyet hoxhën, ai ka për shembull që një kod gat, do me thonë që një bie 2 qohet ka një orë para sabahut edhe bën namaz. Amo tash ai para se më ra me flet e fal salatul vitrit. Prej frigës ndoshta nuk i del gjumi. E kur qohet me bo namaz natë, e fal për zdyti. Do më thonë e fal 2 herë. Vitrin 2 herë e fal. Edhe një herë. Para se më ra me fjet, fal namaz natë. E fal vitrin. Po, jo, e fal i acien, vitrin e fal ka ora 11, edhe bjen me flet. Pastaj qohet natën, pjesën e 3 natës, edhe fal namaz. Po pastaj e fal prap vitrin. Tamam, e qartë. Se thot po tut, nëse ndoshta së mdel gjumi, e mjet vitri pa fal. Tamam. Edhe një pyetje kam kështu për vete. A kishe mujt me më kallëzu qysh mu lut pak ma, që me thonë, se di po mundona mu lut dyqysh, po kam qef mu lut kështu shumë mirë. Jam e një sprov që jam të kalu pak një vështirësi. E kisha dasht një sugjerim ose një po di që me ta thonë, se disa jam e qartë. Tamam. Edhe qysh mu lut pak ma mirë. Allah ndërëft. Faleminderit na ke telefonu. Faleminderit. Selamu alaikum. Hoxhë ndërum, këtu kemi 2 pyetje. Një, e fal 2 herë namazin e vitrit. Po, se përket namazit e vitrit, babën të në Zotë e rujt, mashallah, që qohet e falet natën, që është plak i mirë, pleshni e mirë është ajo. Ajo është pleshni e marë. Ajo është pleshni e marë, pashallah, pleshni e marë është. Plaku i cili mirët veç me ahiret, veç me vorën e vetë. Punon për varët vetë, balë ka punu për evlat e vetë. Ollomit të dërmu të punu për evlat e vetë, për shpit vetë, e jo të jubë. Po punej për vërtem se da që kam një shpi. Bile gatë kam e nejtë atje, unë vyjna e shpi me kanë e mirë. O, zotia, ma është e vogël. Shumë e vogël, po është për më rëndësi. Sepse aje diku i zgjerohet. Vorë zgjerohet, po edhe vorë ngushtohet. Vorë ndryqohet, po edhe vorë ersohet. La ilaha illallah. La ilaha illallah, o musliman. Jeta në varreza është hak. Për çdo ditë robë do të më kujtohet natën e vorrit. E jeta në varreza. Sot jemi mi tokë, nesër në tokë. Çka bën Zoti me ne nuk e di. Nuk e di. Andaj ne do të me punu. Me punu. Plak i mirë është ai i cili punon për ahiret. Se kur punon për varë, punon edhe për mazvorët, që fjala kur del para Allahut ditën e kiametit. E pe punëve më të mira, pa asë një dëshim, është namazi nafile, namazi natës. Njëra prej veprave që janë ndryqën varrin robit, është namazi natës. Namaz natën e falë. Kur do qoftë natën? Kur do qoftë? Qoftë para se me ra me pjetë, se kur tash këtë zaman, shumica e njerëzve, pleqet të ri, rrinë deri vonë. Për para në ora 19, o nëmru gjysë e natës,
Vështë me dek dikush, ose me nza udha dikën rasisht, e s'ka ka shka në metet, ka ra ndërë mësafir, bam, 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 thuhet qiti zoti, ne kalim të rasti. Ose ka dek dikush, dy senen këtu, edhe ndalë, o, bërëm, bura kusha, e thët, o, filani, bërëm, kanë zanata, ka bërëm, po vëlla bërëm. Ose, o, filani jem ka dek, dadajshe, ka dek këdi u dikush, po ka razdekje. Tjera raste, nuk ka nërë gjina në mëdhe, flajt këtë mileti kërë për të shpijis. Ta është dhe në me të rinqot, dhe në me të rinqot. So prish dënjaja, ka fillu me prish kodi i jetës e njeriu që ja ka mvesh Allah Azza wa Jalla, ka fillu me prish. Nejse, po në këtë ko, për të mirave që mund të shfërzej robi, është më falë këtë ko para se me fjetën. Falë namaznate. Jo morën që ona natën, shumë mirë, birë flaj pra, që natën. Që pjesën e të rejtë natës para se fjetën. Jo kam frikë se nuk pa më i më që, nëse ke frikë që nuk mund që është me falë në vetërën në pjesën e të rejtë natës, a në falë e kur të besh. Por jo më asatësis me nërështyje në fond, ta një birë flaj. Jatësia ta zamë në ora 6, dhe ishta që ka në ora 6, 6 e gjysë. A i bjen flajt 11, 4 orë, 5 orë ma vonë. Pa dhe së të më thonë shty vetërën halem ma vonë sa ma mira. Shtyje vetërën të fundit. Në fund, natës e që i bje para se me fjetë. Falë vetërën bjerë. Që është më falë natën, sigur se kë gëzuni, nuk falë na file sa të dush, nuk falë vetër më. Esë falë vetër më. Sepse pejgamberi me hadith ka thonë, sallallahu alaihi wasallam, la vetrane filele nuk ka 2 vetrane në mrane në natë. 2 vetrane ka mrane në natë. Është një. E kanë falë një herë kry. Falë namaz na file, sa të abzot me falë, dhe vetër nuk falë. Por nëse me ndonë që, komo që inshallah, anë, li vetën për kur që është më falë. Po ja këse radhe dështoj, ndështën javë, 2 javë, mujë dështën, anë e falë vetën, dështën, e falë vetërin kaza, kur që është më falë sabahon, me rabdest, e falë vetërin kaza, ta në falë qëret në sabahot, ta në falë farësi. Për ato të cilët kanë mendimin që e prish vetërin, e ke falë 3 qatë vetër, pasaj namazate, mas namazet të natës, e falë vetër një qatë që mu prish, apo mos e falë? Kjo është me kompliku. Kjo është këtë me kompliku. Nuk ka nevoj me thjesht është, këtë që për të thëmon edhe grahi kështu më së ledhë. Vetëm një vetër. Sepse krejt që ka të pahjeshme, mas vetërit është e urejtën e papelqyshme me falë namaznatë, për jo ndaluar. Që themin në gjuhën tonë shëriatikë është me kërë, kjera hetë, anë të për nuk ka haram. Unë të tuta që s'pe faleve, që si qona natën, ana ndaj e fale vetërën, ta shetë qova, pa fale. 2 recate, edhe 2, për bëjnja 4, 6, 8, edhe pas taj për pështetna, për bëj dhekër, istikfar, dhejtë më rëgjumi, ose për sabah, dhe dhe sabah. Në regullë, ka që s'ka nëvej asë gjama shumë. Allah ndërëvët. Hoqë, pyetjen e dytë alom mas pauzës, shkojmë me një pauzë të shkurtë të dashur mes dhe rikthehemi sërish me emisionin tonë Rruga e Ndriçuar, ku jemi së bashku me hoqën e nderuar profesor doktor Shevdet Krasniqi. Selamu alaikum të dashur miq, jemi rikthyer sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar, ku jemi së bashku me hoxhën profesor doktor Shevdet Krasniqi. Dashur miq, mos harroni na shkruani dhe na kontaktoni në numrat kontaktues 046 22 0022. Hoxhë nderuam, më njerë kemi një telefonat në linje. Selamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Jeni linje drejt për drejt, keni pyetje për hoxhën? Po, dhe ta më pyet doktorin. Unë jam Luli, nështë asë ka rrugë, nështë më gje. Luli ka plët. Lula Atë në cilë lull jam doktor. Po, vazhdo.
e vetmja ligjërat e jotja që nuk është e incizume, është vdekja e Muhamedit alayhis salam, edhe që ka kojt krejt xhamia kur e ke dhënë, kur e ke Sahih. Alkon e vërtet. Edhe është ai luli ku shkëshet e baci. Është i ngjizuar ai Po, ligjërat të ngjyshme, jo krejt. Po, a kiti të gjizuna? Jo, se kam. Jo, veç dishta me ta përfituat me të rrëllu cilë lull jam. Allah ndrof. Luli Dashën, a keni pyetje për hoxhën? Po, une jam në Francë 8 vjetë, edhe normal i fali 5 vaktët, shumë boj gjithë ditën dhe i kërë knasna, po shkrujnë atë kuronit e di, po kam një farë fobie, një farë frige. E marë kuronin, e që e le dhe janisi e lezoj mirë, po me përcjell e lëshojnë telefon, sa dalë gambin për shamu, këtu e ngëj, në kitone me mene. A më gjejet mu lezim normal? Tamam. Do një lexoni Kur'anin duke dëgju. Po. Allah ndroft. Bile që tash, para 3 dite, ja ku më nis me lezu që tash, se deri që tash, 72 herë, do më thonë e kom përcjellë që ashtë, e para 3 dite, ku nis me lezu, me njerë, do më thonë, përcjellë surën e Al-Bakare, me rimin edhe. Allah shpëlbeft për telefonatën, mos harroni na kontaktoni përsëri, presim tash të përgjigjen në këshillin për hoxhën e nderuam. A mund është telefon sa më gjurë se nuk kam televizor, do më veç drejt për drejt i telefonit jam. Tamam, hajtë shpejt, po. Hajde, Po, bismillah. lënë Allah i trujtë, Allah ma kujtojë, po se lula kena pletë, vallaj, të kemë Gilanët, të kemë Prishtinë, se kemë një kushëri jemi, lula, dushëri pasa, lula sa dushka. Po, këtë trojë shqiptare, po. Kështë që ma kujtojë të mirë cëllë lullia, Allah i trujtë të dashtë atje, edhe ma kujtojë atë ligjëratë të cilën jam i mërzitun, kohë gjatëm ka në mërzitun që kamermanim ka dështu atë ditë që kam pas atë ligjëratë, për vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që nuk më përsëritim atë ligjërat asnjëherë kurrë, na ka ikë pa inqizu. Por çka ti bësh? Sa bërket Koranit, unë kisha thonë që ti di me lexu Koran më ti, sepse ti je xhamati i vjetër dhe je i pjekun, i ki 20 vjet nashta që fal namaz. Andaj nuk në rregull lëll, me kalu gjithë ke periudhë, e ke bo mbi 40-at, aty dikun do të mi pasti, edhe mos me lexu Kur'an hala nuk në rregull. Kjo është vërejtje për ty. Por në anën tjetër, elhamdulillah që bile ka fundi, tash këtë kohë, ke fillu e perimet tamam, qëtëse ke vetë qatë formë, me ndëgju me lëshun i lexues Kur'anit, për gjejde që lexojnë më ka dale, sa i lgami di lexojnë pak si shpejt, do që lexojnë më ka dale, dhe për shembull Khalil al-Husariun, Mershaviun, atë kanë 2 verzione të leximit, zakonisht të kanë 2 verzione të leximit, me zgjedh versionin më të kadalshëm, edhe pas tina me lexu ti më thon, po në rrot hatmaja. Dhe është një metodë shkëlqyeshme që me liru veten shqiptim me leximet të tjerë, është metodë shkëlqyeshme, se është mësosaj të përmërë mësusin online dhe refrigerate për mërë. Po në regullë. Allah i trujtë lëllahu. Lëllë, selam aleikum. O gjendruar me këthemi pyetjes motras e cila para pauze ishin 2 pyetje, njën për ty në ishte që është mu lutë pasi ajo është një sprovë. Ka shumë lutje, ndërto mendoj që në këtë rast është shumë e qëllune, lutja Yunusit alayhi salam, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk di diçka që ka ndonjë hall, ndonjë dert, dikush, e që lutet me lutjen e Yunus alayhi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, e që Allahu azza wa jall nuk ka me ja pezullu, nuk ka me largu atë ngarkes, atë problem që ka kështu më radhë. Pra është mirë që me lutë Allahun azza wa jall në gjuhën tanë shqipe, me ta hjek Allahu qatë bela, qatë spëro, me ta letu Zot me kalu atë spëro, po me përsërit herë këtë dua.
Thonë la ilahe illa anta subhanaka inni kuntu mina dhalimin, la ilahe illa anta subhanaka inni kuntu mina dhalimin. Pastaj me përsërit gjithashtu kur të lutesh, në fund të lutjes me thonë ja hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, bi rahmetike astaghith. Fjalën ja hayyu ya qayyum. Pastaj me përsërit ja dhal jalal wal ikram. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë elidhu alejha bi dhal jalal wal ikram. Kur luteni shtonja, në fund shpeshtojeni, bashkajani lutjes suaj fjalën ja dhal jalal wal ikram, ja dhal jalal wal ikram. E lutë Allahun o Zoti jam, me këta, ja dhal jalal wal ikram, ja dhal jalal wal ikram. Ose o Zoti jam, më largon këta, më bën këta, më hap këta, ja dhal jalal wal ikram, ja dhal jalal wal ikram, ja hayyu ya qayyum, ja hayyu ya qayyum. Edhe herë përsëritet atë që thash pak më herët, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Këtë dua e ka thënë Nusi alayhi salam në bark të balenës në fund të detit, dhe për këtë dua Allahu azza wa jall e urdhëroi balenën që ta nxjerrë Yunusin alayhi salam, e ta nxjerrë ta qet pe goje në stam breg detit apo në breg det. Për ata kjo dua quhet për duave të atyre që kanë dert edhe gajle, prekupime, bringa. Sa i pat bring të madhe. Bart peshkut, midis detin, fund detin. Qa me thonë? I pështet Allahut. La ilahe illa ant. Subhaneke inni kuntu mina dhalimin. E me laqet, kër e dëgjuan këtë, e morën e shënun, edhe në gjithën lartë, të madhe i Allah. Edhe thanë në mbi qiell në shtatë, o Zoti jon, ne kemi dëgjuar një lutje për një zani, një zëj njëfshëm, po vendi pa njëfshëm. Zëj njëfshëm, apo vendi pa njëfshëm. Se në mësuna me lashet me një për funit dhe të thonë dikush la ilahe illa ant, subhanak inni kuntu mina dhalimin. E Allahu të bareke o ta'ala, thot me lashet e ti, ajo është robi jam, Yunus alayhi salam. La ilahe illa Allah. Kështu që pejgamberiun pastaj alayhi salatu wassalam ka thonë se ai i cili nuk di që ka dikush ndonjë bringe, ndonjë e që e përdor, që thot këtë doa që në ke largani madhe Zot të bareke o ta'ala. Po ka doa tjera të shumta, po. Kemi telefonat në linje. Selamu alaikum. Alo, kemi telefonat në linje. Selamu alaikum. Si duket ka ik telefonata. Nga regjia nëse kemi telefonatën e radhës, mund të pranim pra të dashur miq, mos harroni të na shkruani apo të na telefononi në numrat kontaktues 046220022. Edhe pastaj morrim pyetjet e juaja, ka njëherë po e bëjmë kur po e gjojmë një kohë, po i lexojmë pyetjet e juaja ndërsa kërkojmë halal që bëjmë në hak, për shkak të telefonatave të shumta që nuk po kemi mundësi me lexu pyetjet. Alo, selamu alaikum. Aleikum selam, dhe ishta një pyetje për hoxhën. Po, hoxha po i dëgjon, nani. Puna është për shembull te vllazënit edhe motrat, që janë pej një nonë edhe pej një babe, edhe nëse ki për shembull veç pej nonës e veç pej babe për nga lidhja e gjakut, a ka ndonjë dallim ose cilët janë më të afërt. Edhe tjetra, a është më ngat baba për shembull me vllot vetin apo me mua që më ka djalë. Këto janë pyetjet tuaja, Allah ndroft, morëm shin për. Faleminderit. Selam aleikum. Sigurisht se vëlla për nane për babe është më i afër se sa vëlla veç për nane apo vëlla veç për babe. Por që të dy të ki vllazën, ata dhe ate. E tani kanë dënë më shumë, më kanë pëlqen më bëti më shumë e çështje tjetër. Ndërsa baba më të ngatë ka djali se sa vëlla, nuk diskutohet ajo.
sepse djali është pjesë e trupit tina. Por pse ka djali më të afërt, nuk do të thot patjetër me desh djali më shumë se vllaun. Nuk duhet të kuptojmë gjanat kollop qështu. Sepse dikush disa djemë nga njëherë hatrohen prindët e tyne, pse baba për dëmë vllaznin e vet më shumë se djemët. Sepse i dënë, se meriton ata me i dashnë. Sepse ata janë tëmel, janë të mirë. Sepse ata janë rrit, pe që kanë lindë, kur që kthen fjalën janë i tjetrit. Sepse ata më shkoni ditë të dy mos më pa mërziten. Sepse ata kur për jetë nuk menën për vetë diçka pa menu për vëlla. Dhe shumë seni tjera. E morë rëvesh tash? Andaj i lumt atyne. Ndërsa të je djalë, ty të ka rrit, e ka hjek për ty, a hargju për ty, e lodh për ty, e të ndoshta i më rolesh babas, kur thot baba diçka. I më rolesh. Për mos me kjo me e buta. Për mos me thonë, janë ngritë zanin, dhe hala maron ja kthen fjallën. Baba të ka vlat nuk ka ku të qanë, por vëllaun e dënë më shumë. Me vëlla knaqet, qmallet, e hjek stresin, e hjek mallën, e hjek ngarkesën, e hjek... Sen të keqës ka këtu. Këto dhe me tha atina, dhe babas të lumt, ju e vllaznive, mashallah, Allah ju paguft, se shembullini. Kështu të me tha? I me gjelëzu babën, kuptim pozitiv pa, me thonë, inshallah ne e kalim me vllaznin e mi, ty e kalim baba me vllaznin e vet. Se është shëhret i madh është ajo. Nga se për të vlet tu vet ndjenjat tua të ngrehen, të shtyn me zor. Me lëshu penda e vladit, me dasht e vladin, runa zët edhe nëse sillet keq me prind, prap prindit së një këthen shpinën e vladit. Vlad ka la e këthe shpinën, vlaun ka la e bën armik, dëshman e bën, vrahat me vla. Sa shqiptare vra me vla? Sa të dush. Sa shqiptare vra me djallë? As një heq. As një që fjalla në 50 djetë në ashtë ndodhë një rast dë. E që bia as një heq. Me vlazen? Sa të dush. Kështu që mësë që ditë me që mirë me djallë. Po kërë qënë me vëlla, thos kjo është e rallë. Po është për lakmi, është për inkurajim, është për kompliment. Me thonë, inshallah si bina sysh. Andaj, inshallah babajt e qënë mirë me vllazni, e të bënë djali mirë, si babajt i mirë, e si me gjellart e tu të mirë, e që dhe të me vllazni të mirë. Kemi telefonat në radhës dhe ke fundit për sonte. Selamu alaikum. Aleikum selam. Jeni lidhë... Ishtam ja bërë një pyetje hoxhës. Po, urnani hoxha për ju të gjanë? Kështu, një motre jona është e martume, që 15 vjetë, edhe këtu 3 vitet e fundit ka dalë në shpinë e vetë. Është jetu vetë me burrë dhe me fëmijë. Po tash i që kanë dalë në shpinë e vetë, po kanë probleme. Edhe kjo motre jona tash është në proces të divorcit me gjykat, mirë po edhe ma herët na ka tregu që ka gjetë për shembull flak, ka gjetë gjak edhe ujë në shpinë e tyre. Po ashtu edhe para 2-3 ditë na ka lajmëruar që u kanë domethënë tu i çu fëmijën te shkolla. Momenti kur u kthy prej shkolle, e ka pa te shtëpia e tyre që u ka shumë ujë stërpine domethënë tek qyshet. Shkaku se bashkëshorti i saj nuk jeton më në atë shtëpi. Shkaku i problemeve normal që kanë pasur krejt, gjykata ja ka dhënë urdhën që ai mu largu prej shtëpisë, shkaku se ajo nuk po njihet e sigurt. E ai po jeton tash me prindrit e tij. Po ajo po dyshon që ka hyrë burri i tij ose vihra e saj, tash nuk po di për çka mundet me ndodhë që kanë ardhur ato sërpik në përqyshe, e sot ajo nuk është një hiç mirë. Ai domethënë ka pasur simptoma shumë të këqija, nuk u kanë hiç mirë me shëndet. E disha me pyet hoxhën çka mundet më kanë që kjo, apo është vetëm dyshim? Allah i ndëroft, marrim me këshill për hoxha.
Audhu billah, Allah na ruaj prej shejtanit mallkuar, Allah na ruaj prej argadet shejtanit, prej magjistarëve, prej fesad të gjive, ata që bëjnë fesad mes njerëzve. Ata janë njerëzit më të këqij në rruzullin toksor. Njerëzit më të këqij në rruzullin toksor janë ata njerëz të cilët bëjnë fesad në shoqëri. Allahu na ruajt. Allahu na ruajt. Fesad në din, fesad në moral, fesad nga ana materiale, fesad në raporte me njerëz nga ana sociale, fesad të lloje të ndryshme. Ata janë njerëzit më të këqinj në tokë të Zotit, të mirët ata të mirët për shpirtin e vet. Atyne kom jamush Allahu varret plot zjarr. Plot zjarr kom jamush Allahu varret. Të mirët ata të mirët, të mirët ata të mirët, të mirët ata të mirët. A'udhu billah. A'udhu billah. A'udhu billah. Tani, po më tërka mundësi gjithsesi që dikush të ketë bërë diçka. Por ata burri saj me gjithë grunë e tij duhet pas parasysh, pas gjana me qelë syt. Edhe më shku me konsultu dikon, nëse vetë nuk din, qa me ba? E që ato e kanë mirë, për tash ata ka kanë proces divorcit, dhe është meselit dytë që për du me cek, me shku të ne hoqë me konsultu, ose me marrë edhe vetë dë kryp në një anë të madhe, kryp trash të rëshive, edhe me qite me përzi, edhe me i fry, me i knu. Fatiha një 7 herë, ajetul kursi, Kul Allahu 3 herë, Kul a'udhu bi rabbil falaq 3 herë, Kul a'udhu bi rabbin nas 3 herë, nëse nuk din tjera, njaftojnë. Dhe me pështi ujt. E marra ta ujë edhe me kësit gjamave që e thejnë atyne, po edhe me grushta, po me qka dush, dhe me stërpik shpinë rreth mrena, po edhe jashtë. Dhe me pështet Allahot, e me lutë Allah me rujtë Zotë për shere, qdo shere, dhe me pështet Zotë mësë përmarë me ta, mësë e ledhë kryt. Me bëdhë dhe kërën sabah e aksham. është mirë sa raste me gjitë edhe kamera. Sepse kamerat ja tutën për i tyne dhe nuk afrohen, ja nuk i bjerë men heq, ja vërbën shejtani sytë, se dërë mi pështëru shejtani, edhe vinë, edhe nëzën me kamera, edhe pas ta i thu që të po. Dhe më nuk vinë ata tani. Se të thush një, që të kumë pa, që ko fotografia, kur më zvinë. Qështja tjetër, unë më ndej që gruja është gutë kemë vëtë Ramanda, tash edhe thëtë, kom gjetë sehne, edhe për du më nda, dhe për një në rëzikunë, mësë me afru burri nga të, mësë me afru në shpita nana vete, këta dione, këtë e në trana tash është. Pikës pari, pse nuk bënë saber me dërru, për më da për burët mësë 15 vjetë. Qështja dytë, apo a ki frigën e Zotit, a ki dronë, se mund është burët me hinë hak. Me i bo zëllom. E ka qitë për shpis, i nda, në pële ma fru të shpia nga të shpia vetë. A mund me kanë zëllom kë? A mund me kanë asmonët? Ma të sanët. A mund me kanë zëllom asmonët? Edhe ke kujdes, po ke zëllom, s'ke pëse shkon të Zoti. Falë sa të dush. Jeni shamia dhe të shamia që ti. Për që ke qitë shamia, te ke qitë një farë Zotin ven, por qaj farës nuk të mbëropi këti haramet, nuk të amnestan nga kjo haram që ke ba. Sepse për ashtu, ka dhe gra magjistare që kanë shamijat. Ka plaka, e gra plët që kanë shamia, kur se hikin, kërkush flokës jashe,
Por natë të kujtohen që ishme shku mi bo shark konatave, farefisi ku dione me magji me faqet zeza. Shamia nuk të mbro me gjehenamit. Shambull dhe mora shamin për dhe farës e tjera. E ke qëta qatë farës në vend, nuk digjesh për shkak të avretit, për shkak të bëlesës. Tamam? Nuk digjesh. Se puna e gjerimit, a gjero Ramazanin, e kryo borqin. Por nëse nuk e fa namazin, nëse e dalë shplut, nëse ke pira ki, nëse ke rejt, ke mashtru, ke hor komat, a këtash, mes të Ramazan, të pëtë me pështu, ta në këtu tjera ta, s'ka ne punë është. A i Zotë është i madhë, natyresht, është të drejtë tina. Por, atë sa kuptojmë ne pe i ligjeve të Zotët, ti me këtë mëkatët më dha, me rëtën gjehnemin. Për pas nëse të më shërën më shërusi, ati kofshin falë. Kështë që më të ratut në ngutë pak, në ngutë. Allahu alem. Zotë e zgatë hajri. Amin. Pa. O gjë Allah ndëroft, Allah shpëlift. Amin. Pa indirit, të dashur miq, ishim me hoxhën ndëruar, profesor doktor Shefqet Krasniqi me emisionin Rruga e Ndriçuar. Deri në emisionin e radhës, miru pafshim, selam aleikum.